Gazetari Domagoj Marketić ka folur për Balkan Talks mbi shkrimin investigativ të cilin e ka konsideruar si skandal gjatë ditëve të fundit për përfshirjen e Aleksandar Vučićit në një grup snajperistësh. Ai ka dhënë detaje dhe dëshmi nga hetimi që tregojnë lidhjen e Vučić me këtë grup. Në afërsi të Sarajevës udhëhiqeshin nga njerëz të një njësie paraushtarake të cilët kishin leje kalimi nga institucionet serbe, dhe ajo që ne dim tani dhe çfarë zbulova unë është se Vučić ishte një nga ata që shoqëronte tash të quajturit klient dhe Vučić mbante një badge të shërbimeve sekrete serbe ndërsa vazhdonte kalimin. Mirko Blagojević ishte kreu i kësaj njësie paraushtarake dhe ai ka thënë se Vučići ishte ai që shoqëronte njerëzit dhe mundsonte lëvizjen e tyre. Ata shkonin nga lokaliteti i Pale tek varrezat ibraike derisa kalonin turistët. Shumica e dëshmive të mia mbi këtë hetim janë nga pala paraushtarake serbe. Unë kam folur me eksponent dhe ishte eksponent të Bosnjës që po ashtu ka konfirmuar se Vučić ka qenë aty. Kam takuar njerëz të njësisë paraushtarake serbe që më konfirmuan se ky safari drejtohej nga Slavko Aleksić dhe Vučić ishte pjesë e kësaj njësie. Pra, shumica e informacioneve vijnë nga ushtarët. Nëse e keni parë artikullin tim, unë nuk kam përmendur Serbin dhe qytetarët serb, por ata që kanë marrë pjesë aty, tha Marketić.